Jemi të prirur nga dashuria e madhe, i lastojmë pak më shumë se që duhet, dhe dim me i shkaktu një dembelizëm të pashpjegueshëm fëmijëve, të cilët shpesh tani i konsiderojmë si sjellje jo normale të fëmijëve. Edhe nashta mjaftojnë 2-3 seanca tek ju, edhe ata fëmijë të kuptojnë që çdo gjë është në rregull me ta, thjesht ju ka dhënë çdo gjë e gatshme, edhe ata nuk kanë pas kapacitet, pas nevojë me reagu ndryshe. Realisht i tham i lumt fëmijëve për aftësinë që kanë kriju, kanë shfrytzuar momentin, po në këtë rast po ndodh, kur ndodh kjo çështje kur prindërit vijnë për një ankesë tillë fëmijës me zhvillim tipik, por që nuk po më dëgjon, nuk po bindet, gjithçka pja servoj, prap nuk po ma kthen atë dëgjueshmërinë, atëherë është problemi tek prindi. Tek çështja atyne, te disiplina që ata kanë me kriju, te durimi i pritshmërisë. Normalisht që fëmija ka me përdorë që atë, përderisa më ka hecë që një kohë gjatë që ajo, mund po vazhdojnë që atë rotacion. Po mire po të nësove, ndoshta nuk ju vjen shumë një kohë e gjatë për me e kuptu këtë pjesë, se realisht është prindja që do të më ndryshu qasja. Jo me një hershme, se lashe edhe për fëmijën është e çuditshme që deri dje gjithë që kam ke servu dhe ca mi bone krejt blak, për mënyrë graduale. Kështu që fillon edhe prindi me kuptu. Te kjo pjesa mo lihet te këto gjërat e gatshme, te fëmijët me vështirësinë, domethënë në fushat caktuar të zhvillimit, shumica prindërve potencojnë që gjithçka kom servu. Domethënë fëmija nuk e ka pas idenë e kërkimit, unë gjithmonë një ndër fjalë më kryq që më të rëndësishme që është ama, në kërkesa, na kur gjë nuk mundava me bë pa kërku diçka, pa lyp. Kur fëmija atëherë për i marrë këtë gatshme, atëherë ai është normale që nuk pas në nevoj për komunikim, nuk pas në nevoj për me ullodh, për i kam në tavolinë që ato që po më duhet, për din nana, për din baba, që unë du me pi uj, kur jam i jetur, ata për din kur unë ka me pi, kur jam i uritur, ata din kur unë ka me hangër, të më thonë, unë jam aty veç për me më shqy dikush tjetër. Këpo është një gabim, do shta po është letësim për prindin, si për kurse në kohë, sepse kur ti i servon këtë ti e ki shumë atletë dhe ki kohën tonë, definitivisht. Edhe fëmija porin i pasër, porin në rregull, nuk ki do një angazhim tutje me ta. Dhe më tonë tek fëmija po blokon shumë sfera të ndryshme, edhe po lihen anash. Po fatë mirësisht janë shumë e kënaqur në atë aspektin që prindërit e mi bashkëpunues janë shumë të mirë, kanë kuptuar shumë mirë ndoshta mini gabimet e tyre, gjithë cilat edhe janë mesazh shumë i mirë për prindërit e tjerë që mos ja bëj kështu se unë e kam bërë dhe kom pas vështirësi tutje gjatë rrugtimit si prindër.